për koalicionin Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, si vion, duke filluar nga numri 1, Aleksandr Lala, Edison Doçi, Lindita Metaliaj, Viktor Turshaj dhe Melisa Vuthaj. Për subjektin zgjedhor Partia Socialiste, kandidatët të cilët janë nështruar votimit parapëlqyes, në listë shumë emërore do të renditen si vion, duke filluar nga numri 1 zonja Marieta Neli, zonja Pranvera Skana, zonja Aurora Gjeloshi, zoti Andon Gjoni, zonja Klotilda Dreca dhe zoti Erion Markaj. Për qarkun Gjirokastër, shpërndarja e mandateve do të jetë si vijon. Partia Socialiste e Shqipërisë 3 mandate, Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore 1 mandat. Marrim mandatin e deputetit nga lista shumë emërore e Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër, zonja Mirela Kumbaro Furxhi, zoti Tërmet Peçi dhe zoti Piro Dhima. Për koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, merr mandatin e deputetit zoti Tritan Sheu. Rirenditja e kandidatëve të cilët janë nështruar votimit parapëlqyes për subjektin zgjedhor Partia Socialiste është si vijon, duke filluar nga numri 1, Anila Dimitri dhe Shqyqyri Hysi. Për subjektin zgjedhor Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, kandidatët të cilët janë nështruar votimit parapëlqyes rirenditen si vijon, duke filluar nga numri 1, Alma Kore, Arben Ristani, Mariklent Dervishi dhe Bajram Hysa. Këto janë. Mirë. Faleminderit. Seanca mbyllet.